Dhe llogaritja e vjetër është. Po, bashkë me Mund Panaritin mos gaboj e pashat video. Dhe kur ka shkuar aty, u mbaj mend atë ditë se me që ishte kronike sponsorizuar dhe doli në media, dhe unë gjë parë ka vajtur fjalë për një biznes privat. Ka vajtur te arkiva e televizionit tim, që punohen atë kohë, dhe u kam thënë, këtë kronikën ma hiqni me një anë dhe ma kaloni, u kisha një folder të veçantë. E ke ruajtur. Edhe ma kaloni aty, dhe këtë gjë bëja edhe për fushat dhe për gjitha. Sepse e dija që në atë moment ti si preke dot, por ora, atyre se kanë orë biologjike, çdo gjë fillon dhe mbaron. Fati i tyre i madh ka qëndruar me qëse ne kemi në pushtet një qeveri që po shkon mandate infinit, u rrit dhe fuqia e tyre dhe u rrit dhe afati i papreshmërisë tyre. Pse? Ti po thua që është një grup i lidhur me qeverinë i bia, ose që edhe një se ky debati theti që edhe kam ndjekur me vëmendje edhe javën e kaluar. A kemi mafje ne as kemi mafje? Së pari, termi mafje është një term gazetaresk, nuk është term juridik. Pra termi juridik që është i barazhvleshëm me të është organizata kriminale. Pra ky është termi. Organizata kriminale kemi. Organizata kriminale. Dy, ka thënë zoti Dumani, që janë zgjuar për vitin e kaluar. Më në fund tha, Shqipëria ka goditur 2 organizata kriminale. E para kjo. E dyta, tani, kryesisht ne jemi një vend që nuk është krimi organizuar që e kontrollon shtetin. Është e kundërta. Ne kemi një shtet që ka mafjen e vet. Pra sot grupi më i fuqishëm në këtë vend është kryeministri. S'ka më të fortë ai. Nëse ai ta çon Renejan atje në Shkozeta, ku e do t'ja se nuk kanë dalë pamjen, në Shkozet, kur shkon te zona, ka bllokim trafiku. Pra ka te cila zonë? Që ta kuptojnë dhe qytetarët. Ka limitim, se u shpreh gabim. Nuk ka bllokim, por ka limitim. Pra ka bloqje betoni të vëna në rrugë. Që të limitojnë qarkullimin në ato zona. Që të ulë shpejtësinë, që të çojnë ata se kush je. Dhe makina që të vinë nga mbrapa shohin se kush po kalon këtu. Ka dhe patjetër, patjetër se ai e tregonte vetë sa argjonte për atë. Por ka bloqje betoni në rrugë dhe nuk i heq njeri. Dhe kur ka shkuar Enea, ka ngel 6 orë nuk hyte dot në objekt. Pra, nëse ti lejon, po gjithmonë thash nuk janë organizata kriminale që e komandojnë shtetin. Ne kemi shtetin akoma që i komandon ta. Dhe ai që është në krye. Dhe e di pse i them këtë, sepse shikoni ç'a ndodh mbrapa. Sa mbaron, se bëre pyetjen ti. Ti the sikur Spaku s'po merret me politikën. Po, pra duket sikur e ka përqendruar vëmendjen te krimi organizuar. Ka 2 degëzime. Gjysma Spaku punon me krimin organizuar, gjysma punon me korrupsionin politik. Po, deri tani nuk po shohim që ta avancojë. Meqense kjo situata politike pati këtë rrjedh që pati, atëherë të sulmi te ky pesa tjetër, te krimi organizuar. Dhe Spaku gjithmonë ka qenë më efektiv te krimi organizuar, pra te kjo struktura tjetër, se sa te struktura politike. Dhe pse unë vazhdoj të këmbgul që ne nuk kemi akoma mafje që e komandon shtetin, sepse ne nuk kemi të vrarë siç ka ai në Beograd atje, apo siç kanë ata në Malzi. Kur mafia e kontrollon shtetin, e vret politikanin mes rrugës. Në Shqipëri nuk ndodh kjo gjë. Ka diçka ndryshe. Se s'ka asnjë grup basier. Ka diçka ndryshe tani. Një sekondë, ja pa fjalën nuk fetionin. E di pse nuk vriten, sepse merren vesh. Se do shkojmë në reklama dhe kur të kthehemi ndalemi. Nuk vriten se nuk merren vesh më pas. Asnjë grup sot në Shqipëri nuk e kontrollon kryeministrin. Po nuk është kryeministri i vendit që mund bëjnë marrëveshje me ata ose çfarë. Është qendrim ndryshe. Jo, është Ata vriten sepse merren. Një sekondë, dhe zotin Softa, para se shkojnë në reklama, se kur të kthehemi do kthehemi me grafikat. Ne jemi tek ajo pjesë që e vlerësojmë strukturën e posaçme për gjitha këto aktivitete të bashkëpunimit me strukturat ndërkombëtare. Si rastet me Italinë, rastet me Francën, rastet me Belgjikën, rastet edhe me Finlandën. Por ajo që nuk kemi arritur të kemi është të gjithë këta grupe kriminale, po i quajmë grupe apo banda, të cilët veprojnë në territoret huaja. Gjithë aktivitetin e kanë me vendin am. Pra, këtu sjellin lëndët narkotike, këtu sjellin armët, rastet e Kosovës, arrestimet e ndryshme që janë bërë, po nuk kemi nxjerrë një herë përgjegjësinë ose nuk kemi hetuar një herë si hyn këta në territor. Sepse hyrja në territor ka 2 arsye. Ose janë të paaft strukturat kontrolluese, portat hyrje daljes të këtij vendi, o janë të korruptuara. Për shembull, arrestimet e atyre që vinë nga Kosova, por nuk kemi një arrestim në pikën kufitare, se pika kufitare është një strukturë mirë organizuar. I ka gjitha elementet e kontrollit, vendosjen e kamera, vendosjen e shërbimeve, e gjitha. Dhe nuk kemi një rast, për shkak që të marrim përgjegjësi, si hyn këto dhe dalin, sepse linja e trafikut me armët me Kosovën nuk është një linjë e tanishme, është një linjë e hershme, por është intensifikuar më shumë. Dhe nëse kemi të kapur disa persona, nuk është se është kapje masive, sepse kjo linjë do vazhdojë. E njëjtë gjë me portën e Durrësit. Themi porta hyrëse në vend për trafikimin, si të hynë lëndë narkotike, si që është rasti edhe me Toyota Yaris,
ku është përgjegjësia e institucionit dhe të personave që janë kanë deportuar të fusin persona për të bërë kontrollin dhe të arrestojnë? Tani Basiri guxoi shkoi deri aty se e krahasoi me Rotterdamin, po. Edhe ky krimi organizuar që ne kemi sot, është rritur gradualisht në sytë tanë është rritur. Si filloi? Filloi me Lazaratin, nga Lazarati ushtri gjithandej, filluan me ato avionet e Vigjit. Dhe tani nga Shqipëria kanë shkuar kudo nëpër botë. Dhe tani gjithë kjo eksperiencë ka shkuar dhe vlen ato vende. Okej, Ferhati. Po dhe e fundit që shkurt para se të shkojnë në reklama. Paraja që hyn këtu si pastrohet, se këtë s'pe gjejmë. Po pra si injektohet në ekonominë shqiptare. Po e diskutojmë pastaj. Po ne tregojnë tuaj se si bëhet pastaj. Basiri thot nëpërmjet ndërtimit. Mjafton të shkohet tek pulla. Po nuk e them vetëm unë këtë më. E thon edhe e thot kryeministri vetë, pse e thot kryeministri? Sepse i ka dhënë le këtij zotërisë Urus. I ka dhënë le atij të Jan Prengës. Po më ai njëri i lirë është Basir, nuk është i arrestuar apo nën kush është i lirë? Ai që kishte marrë leje ndërtimin në rastin konkret. Ai që 3 milionë është i lirë, po ai që është në burg. Po ai tjetri që ishte në kërkim. Janë emra këta. Po mundon të bëj oponencë. Dhe janë në botën e trafikut të drogës. Pse? Sepse në gjithë etimologjinë moderne, pra në përcaktimet moderne, mafia konsiderohet si organizat pushteti. Ai kemi ne këtë sot. Po pra këtë lidhje, këtë simbiozën sepse ai term nuk është term procedurale ligjor politikës. Por mënyra se si është përshkruar dhe pse nuk vritet sot unë e shoh ndryshe nga tani. Pse nuk ka sot të vrarë siç kanë në vende të tjera në përballjen e mafisë me shtetin? Sepse ata janë bashkë, nuk po luftojnë njëri tjetrin. Do të filloj vrasja kur ta luftojnë njëri tjetrin, kur e mbështesin njëri tjetrin, kur ja hapin tendrat njëri tjetrit. Pra do filloj vrasja politikanëve po thua, ajo që sa tek të arrestuar. Ela. Po. Më le vetëm 60 sekonda pa ndërprerje. 60 sekonda, nuk ndërpres. Pastaj ka kur të arrestuar që kanë ardhur në jashtë, janë në botën e trafikut të drogës, dhe ti ke me tendra publik me shumicë, tu ka edhe mafia, edhe krim organizuar, edhe korrupsion. Ata e dinë se kush janë, ka shumë tendra që kanë marrë, ata që janë nëpër burgje, ta grosistët e kokainës. Kush ka ata tendra aty? Nuk e dinë ata çfarë backgroundi kriminal kanë këta njerëz, nuk e dinë ministrat, nuk e dinë kryetarët e bashkisë, nuk e di kryeministri. Dose që depozohet nuk e di se ç'është Pumgjoka, nuk e di se ç'është Haje, nuk e di se ç'është Visi, nuk i njeh këta individ, askush, nuk e di policia, nuk e di struktura e posaçme që i kanë ndosur atje. Kjo nuk është çështje pa dienie, është çështje pa fuqie, është çështje pa mundësie. Sepse dhe pastaj me 19 mars struktura e posaçme ka çuar kërkesën në gjykatë. Nga 19 mars në 21 maj 62 ditë. 62 ditë. Pa mundësi për të bërë një arrestim, e lëm Italinë, e lëm Dean. Pra, nga kërkesa. U ngrit si pikë pyetje, që në konferencën e... Kjo është leje për tikur, 62 ditë. Pra ti e shef si leje për tikur, gjithë të vonesë që bërë shpaku. Kanë marrë dhe 20-at. Jo, se më nga smoj pak zoti Softa kur përmendi Bordën e Dorsit.